Qoftë lëvdu Jezu Krishti, të dashur dëgjues, do të fillojmë disa takime, disa emisione me figurën e Shenj Jozefit. Dhe është dhuratë e provanisë së Zotit që na bën të ndalim edhe një herë të kjo figurë e cila në fakt në kish gjithmonë ka tërheqë vëmendjen. Pas Zojës bekume ka tërheqë vëmendjen me heshtjen e tij. Por po fillojmë nga kohët e fundit, nuk po shkojmë më një herë tek ngjarjet jetës së Shenj Jozefit, ato pak ngjarje që njohim. E fillojmë me një detaj që ndoshta nuk dihet shumë në historinë e kishës. Bëhet fjalë për datën 13 tetor të vitit 1917, kur në Portugali, në Fatima të Portugalisë, u shfaq Zoja bekume dhe bani atë mrekullinë e famshme Zoti, mrekullinë e famshme të diellit, ku patjetër u shfaq Zoja dhe vonë populli pa diellin që rrotullojmë vetveten, afrohemi turmat, por në fakt aty është shfaq edhe Shenj Jozefi. Është një detaj thashë nuk ka marrë vëmendje, patjetër, sepse vëmendjen e madhe e morën të shfaqjeve të Zojës. Por fal të shfaqjeve të Zojës, kur do të tregonte prej tre barinjve të vegjël, kjo shfaqje e Shenj Jozefit do të merrte edhe kjo famë po aq të madhe. Zoja u kishte premtuar tre barinjve, kjo është historia. U kishte premtuar tre barinjve të vegjël se në tetor të 1917, pra, do të kishte dhënë një shenjë të bindshme, pas të cilës njerëzit do t'i kishin besu fjalëve të këtij fëmijë. E fëmijët vazhdimisht thoshin në tetor do të ndollin shenja e madhe. Shumë kush nuk u besonte, por disa të tjerë edhe u besonin. E në atë lugin që quhej Kovadiria, me shirën e rrëmbyshëm që binte vazhdimisht, thuhet se u mlodhen rreth 60.000 njerëz. Kush pra duke besu se do të ndodhin shenja, kush duke mos besu as pak, e kush thjesht kureshtar. Ishte dyshimi i madh se mos ndoshta gjithçka ishte sajes e famulitarit të zonës për të mbledhur atë pelegrin shtektar pra. E mrekullia ndodhi në fakt. Fillimisht që i rrëmbyshëm pushoi, pothuajse më një herë, tre fëmijë filluan të bisedonin atëherë me Virgjën Mari që u ishte shfaq. Në një far piket, Lucia më e madhja prej tyre thirri: "Shikoni qiellin." Njerëzit sollën syt ka qielli dhe panë se dielli nuk ishte si zakonisht. Domethënë, pothuajse kishte një formë eklipsi të çuditshëm, nuk verbonte më, sikurse verbon vazhdimisht dielli kur e shohim direkt me sy të lirë. E pastaj dielli filloi të dridhej, të rrotullohej rreth vetvete si në një vallëzim. Në fakt, të nesërmen do të dilte një gazetë shumë e njoftën e përditshme me titullin "Vallëzimi i diellit fiks në mesditë". Pastaj ai lamshi zjarrt u duk sikur ju afru tokës, gjithnjë më shumë dhe të pranishmit filluan të tmerroheshin, duke menduar se dielli po binte në tokë. Dhe shumë kush mendoi në fakt se ishte fundi i botës. Por dielli u ndal, e brenda pak sekondash u kthy përsëri në vendin e zakonshëm. Kjo ishte mrekullia që vërtetoi se Zoja u ishte shfaqur tre fëmijëve, edhe shumë shpejt kisha e pranoi zyrtarisht se kishin ndodhur të shfaqurat. Përfshi këto edhe gjitha vegimet e tjera për cilat flisnin fëmijët. E ndër të tjera këto vegime që folën fëmijët ishte se në momentin kur Lucia kishte thirr "Shikoni qiellin", nuk e kishte pas fjalën për diellin. Lucia e vogël nuk e dinte se ishin vetëm tre fëmijët që shikonin se në qiell, pasi ishte largu Zoja në formën që kishin pa herë të tjera, kishin ndodhur disa të shfaqura rrallazi. Ma vonë fëmijët do të thonin se fillimisht kishin pa pranë diellit Shenj Jozefin me Jezusin fëmijë. Jo foshnje, por fëmijë pak të rritun. Dhe përbritëre ishte edhe Virgjëra Mari, e veshur me të bardha me një mantel të kaltër përsipër. Shenj Jozefi me Jezusin, ky është detaj interesant, po bekonin botën, duke bën me dorë disa gjeste në formë kryqi. Pastaj kishte ndodhur që ishte zhduk ky vegim dhe ishte shfaq vetëm Jezusi tashmë në moshë të rritun, duke beku botën dhe Zoja e dhimbshme përbrinj tij. Edhe këtu Jezusi tham po bekonte botën, por tashmë vetëm pa Shenj Jozefin përbrinj, e pas këtij vegimi do të shfaqej vegimi tjetër kur Zoja bekume u shfaqte në formën e Zojës së Karmelit. Populli ndërkohë, tham, shihte vetëm ato lëvizjet e pazakonta të diellit e nuk e dinte se ndërkaq prej së larti, populli që mendonte se po vinte fundi i botës, nuk e dinte se prej së larti po zbrazeshin mi të bekime njëri pas tjetrit. E jo vetëm bekime, por edhe shenja. Jezusi vazhdimisht ka bën shenja që e ftonin botën për pendes, për kthim, largu nga mëkatet dhe për t'u afruar hirit Zotit.
Ajo që na intereson këtu, të theksojmë pra, është ai vegimi ku shfaq familja shenjtë, ku prej tyre vetëm Jezusi dhe Shën Jozefi bekonin botën e jo Zoja. Nuk po bekonte Zoja. Patjetër vetë prania e Zojës ishte bekim. Patjetër edhe burim hiresh, pafund për të pranishmit. Por interesant, e jo vetëm Jezusi po bekonte, por edhe Shën Jozefi me ta. E Shën Jozefi dim nuk ishte as preft as meshtar pra. Këtu duhet të ndalemi tek një praktik, një zakon, që se mund të themi kështu, një vërtet e madhe, që beslidhja vjetër e thekson dukshëm. Prandaj Shën Jozefi mund bekonte aty, po e shohim pse mund bekonte Shën Jozefi, edhe pse ishte thjesht një prind pra, e prind mjaft i rrallë në Izrael. Duhet të hedhim syt tham tek beslidhja vjetër, ku thuhet se folja bekoj, pra barak në hebraishten e Biblës, dhe folja krijoj, bara, kanë të njëjtën rranjë dhe në një farë mënyre janë të lidhura mes tyre. Bekimi do të thotë pra është një gest krijues i Zotit, duke qenë se shihet si vazhdimsi e krijimit. Bekimi. Zoti ka kriju botën dhe e mban me bekimet e tija. Bekimi është dhuratë që ka lidhje me jetën. E hyj është ai që me fjalën e tij ka kriju jetën dhe e mban atë në ekzistencë me anë bekimeve të veta. Prandaj për popullin e Izraelit, edhe vetë dëgjesa në fjalë të hyjit është bekim për njeriu, sepse është dëgjesë në jetës që vjen prej tij. Në ligjin e përtrim, në beslinë e vjetër pra, hyj e porosit Izraelin me këtë fjalë. Nëse do ta dëgjosh zërin e Zotit hyjit tanë, me i ty do të bien bekime. Pra interesant, vetëm dëgjesa pra, në fjalës së Zotit sjell bekime. Është interesant se si në kapitull të Biblës vetë Zoti ban një listë të gjatë të gjërave që do të preken prej këtij bekimit. Janë interesante, shumë interesante, por shumë jetësore, se edhe vetë si familjitarë, si meshtarë më takon të prekun nga afër këtë realitet. Sot, do të jetë i bekuar fryti i krahërorit tënd, fryti i tokës, fryti i baktive, çarraniku, drithnik, do të largohen prej tejet, armist e tjerë. E unë kur shkoj të bëj bekimet e shtëpive, nuk bekoj vetëm familjen, por vetë familja më kërkon që të bekoj edhe dhomat e ndryshme, edhe baktit, edhe rezervat ushqimore të njerëzve, e të kafshëve, edhe arat e gjithçka, sepse janë jetësore, gjithçka është normale, me to jetohet. Prandaj Zoti thotë, dëgjesa në fjalë sime do të jetë shkak që ti të thithësh në vetvete bekimet, jo vetëm për ty, por edhe për gjanat që ti zotron. Në fakt bekimi nga ana këtë logjike ka këtë kuptim, bekimi i gjanave të ndryshme, jo vetëm i njerëzve. Ne kemi pagëzimin dhe në sajt pagëzimit kemi edhe këtë hir që hiret e pagëzimit shtrihen pastaj edhe mi gjanat që zotrojmë. Pastaj patjetër mund bekohen edhe ambientet e vend të personave që nuk janë të pagëzuar, sepse bekimi fitohet në sajt të kisht atëherë që është në botë shenjë e pranisë së Zotit. Por të mos shkojmë larg. Sipas beslidhjes së vjetër, pra gjesti i bekimit që vetëm hyj mund ta bante, ishte i mundur që të përcjellej brez pas brezi, pra të kalonte nga breznia në brezni, nëpërmjet dëgjesës së fjalës së Zotit. Por forca, aftësia ose leja, nëse mund ta quajmë kështu, për të bekuar, është interesante se shtrihej edhe mi prind. Prind mund të bekonin në beslidhjen e vjetër, mund të bekonin për një arsye precize, shumë të saktë, shumë të konkrete. Prind që kishin dhënë jetën, Zoti ka dashur të jenë kanali i jetës për fëmin, Zoti në për dhe lejen që ta bekojnë fëmijët e tyre. Të famshme janë për shembull bekimet e patriarkëve me bijtë e tyre. Madje sikur këto bekime duket sikur kishin një forcë të veten, edhe kur merreshin me mashtrim, siç ishte rasti për shembull i bekimit që Jakobi mori me mashtrim nga jati i tij Izaku, duke përfituar nga verbëria e tij. Thuhet në fakt në librin e Zanafills, kapitulli 27, se si Jakobi e volli, nëse mund të themi kështu, bekimin nga jati Izaku i verbër. Madje aty skena merr edhe një trishtim dhe një mallësi nga ana tjetër, por edhe një trishtim kur vjen djali i madh që i takonte bekimi me të drejtë të linjes dhe i lutet tjatit që ta bekojnë edhe atë. Pra bekove vllain tim, mbeko edhe mua. E fjala mbeko do të thotë të ketë një bekim të posaçëm, domethënë për brez pas brezi. Por i jati, thot teksti këto fjalë, u dridh si thu pran ujë, kur kuptoi se ishte mashtruar nga Jakobi dhe i tha se nuk mund bante më asgjë. E teksti i beslidhjes vjetër vazhdon duke thënë se Ezau, djali i madh, ja kërkonte tjatit bekimin me xham të forta, e zakonisht të hidhura, por jati, edhe pse ishte i madh në gjym, thot teksti, nuk mund bante më asgjë. Edhe në beslidhjen e vjetër ka marrë Jehon këtë detaj biblik,
sepse te letra drejt hebrejve vazhdon ta komentojnë kështu edhe reagimin e Izakut që nuk mund ta bekonte djalin e madh edhe pse ishte marrë me mashtrim bekimin nga i vogli. Thot letra e hebrejve, Izaku pra nuk pati mundësi ndrrimi, edhe pse Ezau e kërkoi me lot. Në besjen e vjetër kishte bekimet të veçanta që mund bëheshin mi popull, patjetër nga priftrin, nga profet apo edhe nga mreti për shemb. Por edhe prind kishin gjithnjë të drejtën nga Zoti që t'i bekonin fëmijët e tyre. E thamër që ishte e thjesht. Zoti që kishte dashë ato prind të bëhen kanali i jetës, të jenë të shtedhe kanali, nëse mund të qëmë kështu, i përqimit të hirit për fëmin. Thot të libri i Siracidit, që më pëlqen shumë, krejt libri, por ka disa pohime që spikasin në fakt. Thot të fjalë, bekimi i babës i ban të forta shtëpitë e fëmijëve. Bekimi i babës i ban të forta shtëpitë e fëmijëve. Duke vënë pa pra forcën e bekimit të prindit, ka një forcë të vetën. E në fakt, me njëherë, tek ai kapitull, Siracidi porosit prindit që të mos i mallkojnë fëmijët, sepse mund të ketë edhe një forcë të vetën, duket pra edhe mallkimi, sepse shton, kurse mallkimi në anë u harrënon themelet. Ato nanat që nganjëherë thonë hajtë se nuk e kemi me gjithë zemër, gabojnë që mallkojnë, shumë gabojnë, nuk duhet të fusim, nuk duhet të bëhemi katastrofik patjetër në këtë rast. E kuptoj se mund të mos e kenë krejt me gjithë zemër, por është problem, sepse në atë sekond jam i sigurt që e kanë me gjithë zemër, e kanë për një mend, e kanë nxjerrë një mallkim, edhe ndoshta edhe me një farë emocionit, edhe me një farë dëshiret. Kujdes, nuk është njësoj si ta mallkosh, si ta bekosh fëmin, pra. Bekimi i babës edhe i nanës, pra e përsëris edhe një herë të Siracidi, i bën të forta shtëpitë e fëmijëve, kurse mallkimi i nanës edhe i babës u harron në themelet e nuk duhet ta bëjnë, pra i porosit qartë i prerë Siracidi. Nuk duhet harru se beslidhja vjetër është edhe sot fjala e Zotit. Do të thotë se kur ka beslidhja e re nuk ka skadu. Kjo e drejtë e prindit për t'i beku fëmijët. Edhe sot prind, gjyshat mund t'i bekojnë fëmijët e tyre, nipat e tyre, mesat e tyre. Edhe vetë si me shtë armë ka qëllu shpesh që t'i porosis me thrasin që të baj bekimin fëmijëve, patjetër e baj edhe me shumë kënaqësi, ose pas meshë ndonjëherë që vinë në sakristi ose kur kërkojnë në mënyrë posaçme tek shtëpitë e tyre. Por, gjithnjë nuk hezitoj që ti nxis që edhe ato vetë ti bekojnë fëmijët e tyre. Për shembull duke u bën shenjën e kryqit me ballë, me ujë bekum, edhe më mirë. Ose thjesht duke thënë bekov Zoti, ta prej Zoti mark, të shprehjet popullore, janë gjitha forma e bekimit. Patjetër nuk duhet ta tebrojnë sepse mund të bëhen edhe këto fanatizma qesharak nganjëherë. Por është bekim. Bekimi i prindit, ka shumë prindë që e praktikojnë për shembull kur i çojnë fëmijët me fjetë, dinsa janë të vegjël e gjitha, por është bekim, ka forcë të vetën. Bekimi i prindit ka pjesën e vet, por nuk do të thotë se bekimi pra është mënyrë ekskluzive, bekimi i fëmijët pra mënyrë ekskluzive i priftit apo pra i sakramentit të meshtarisë. Ka edhe prindi të drejtë mbi fëmijët e vet. Nga ana tjetër, në besjen e vjetër, edhe fëmijëve Zoti u impononte dëgjesën ndaj prindve. Pra kur i jep të drejtën prindit që të bekojnë, edhe fëmijëve dëshiron beslia e vjetër që të zgjojë këtë ndjenjë seriozitetit përballë jetës që kanë marrë prej prindve. Atë seriozisht e kishte këtë çështje Zoti sa që ka dashur ta përjetësonte në 10 urdhërimet. Në fakt, urdhri 4 thot këto fjalë: "Ndero babën tanë e nanën tane." E për të siguruar se pikërisht praktikimi i nderimit ndaj prindit ishte kushti me anë të cilit Izraeli do të trashëgonte tokën e premtuar, shton që ta kesh jetën e gjatë përmi tokën që do ta jap Zoti hyjt. Ne në Shqip në fakt nuk e kemi humbur këtë pjesë, sepse dhe ndero prindin tanë ndajmetu shumë për mi dhej. Por kam frikë se e keq kuptojmë, sepse nuk është fjala për një jetë gjatësi tonë, mund t'i bindën prindve shumë fëmijë dhe vdesin të rinj ose të vegjël, por nuk ka lidhje me ndëshkimin, nuk ka s'pak lidhje. Por ajo fjalë në fakt duhet të kuptohet ashtu si ka dalë prej gojës së Zotit në beslidhjen e vjetër. Zoti i thot: "Ndero prind, nëse dëshiron të trashëgosh tokën e premtuar, tokën e Izraelit, pra që ishte toka e premtuar." Sepse bekimi shoqëroi edhe me porosina, me urdhërimet patjetër. Dhe kjo ishte forma për të nejnë kontakt me Zotin. Nëse do të largoheshin në shpirt nga dëgjesa ndaj prindit, po largoheshin pak nga dëgjesa ndaj Zotit. Edhe ka që është e vërtetë sa që edhe kur profetët flitshin se duhet të ndëgjoni Zotin, kishte rebel të shumt në Izrael. Pse? Sepse ky shpirt rebelimit me sa duket ishte që në familjen e tyre.
Dhe një pjesë jashtëzakonisht e madhe e Izraelit në Arshegu do ta humbin tokën e premtuar, pikërisht se nuk praktikonin dëgjesën, që fillonte qysh në familje. Thash Zoti ka pas shumë seriozisht këtë çështje e dëgjesës. Patjetër jo në shtrim sklavëror, por dëgjesë bijësore, jetësore në i prindit, sepse edhe thash pra e ka përjetësuar në 10 urdhrimet. Ndero prind nëse dëshiron të kesh jetëgjatësinë mbi tokën e premtuar pra. Madje kaq për zemër kishte teologjia hebraike dëgjesë ndaj prindve saqë i njihte, e kjo është shumë interesante, gati edhe një forcë si sakramentale mund të themi, për sa i përket faljes së mëkateve. Libri i Siracidit që cituame thotë edhe këto fjalë vërtet fantastike. Kush e ndron babën, i shpërblen mëkatet. Ai që ndron nanën, është por si ai që grumbullon visare. I shpërblen mëkatet, grumbullon visare. E nuk ngurron të shtojnë edhe këto fjalë. Kur të lutet, urata do t'i dëgjohet. Pra sikur kemi një rrëfimin, sakramentin që na siguron kur pendohemi faljen e mëkateve, aty ishte dëgjesa ndaj prindit që kishte një forcë, mund të themi sakramentale, pra për sa i përket faljes së mëkateve, kjo nuk është pak. E për më tepër edhe sikur që dëgjohet urata. E kjo nuk është pak e përsëris. Bekimi i hyjit do të trashëgojë në brazat e popullit të zgjedhur, sidomos përmes bekimit të prindve, pra, mi fëmijët e tyre. Dhe do të kishte një efekt edhe më të madh kur ta fëmijët pra praktikonin dëgjesën në prindvet e tyre. Shkum me larg, por sa bukur është ta mendojmë në këtë pikë se si Shën Jozefi gjatë jetës së tij pra si prind, edhe pse atë kujdestar, jo prind biologjik i Jezusit, patjetër kishte të drejtën që ta bekonte vetë Jezusin. E Shën Jozefi kush e di se sa herë mund ta kenë beku Jezusin në format që thamë pra që kërkonte beslidhja vjetër. E Jezusi vetë duhet të jenë përgjigj shumë herë amen, amen, duke e pranuar bekim plot dëgjesë bejësore. Sa bukur është që ta shohim se si bekimi i Shën Jozefit mund të kenë thithë edhe natyrën njerëzore të Jezusit, sepse patjetër Jezusi kishte marrë natyrën njerëzore me gjitha limitet, kufizimet e natyrshme pra që ka, përveç mëkatit. Dhe kështu po thithë bekimit të atit vet. Kështu duke u kthyer edhe një herë tek ai gjesti i bekimit që po bante mi popull, jo vetëm Jezusi, por edhe Shën Jozefi, kuptojmë se ky shenjt i dashur po vazhdonte të praktikonte nga lumnia e Parizit të drejtën e tij për i prini që kishte këtu në tokë për të beku. Ka beku Jezusin e tani bekon kishën që është trupi mistik i Jezu Krishtit dhe i sjell botës bekimet e mrekullueshme. Prandaj duhet ta kërkojmë edhe ne bekimin e Shën Jozefit. E përsëris bekimin e Shën Jozefit, patjetër që ai lutet për ne, por edhe bekimin e tij, sepse e ka edhe nga lumnia e parajsës të drejtën që të bekojë. Por nuk ishte hera vetme që Shën Jozefi po shfaqej në historinë e kishës, në vëgime të shumta në fakt. Ka edhe shumë vëgime të tjera që flitet në historinë e kishës të Shën Jozefit, por janë më pak të famshme. Ky vëgim është më i famshëm për shkak të bujës që bani tham pra në gjithë botën, ajo mrekulli e diellit e datës 13 tetor 1917. Dhe për shkak të shtektarëve të shumë që shkelen në shenjtë terrore në Zojës në Fatima vazhdojnë të shkojnë pra edhe sot e kësaj dite nga 4 anë të botës atje. Kishte kohë që Shën Jozefi pra duhej gjithnjë më shumë nga kisha. Hierarkia kishtare i kushtonte Shën Jozefit gjithnjë më shumë vëmendje. Pa u zgjatur në detaje që ndoshta nuk na ndihmojnë këtu, mjafton të themi vetëm disa. Në vitin 1870, Papa Piu i IX e shpalli Shën Jozefin pajtor të kishës universale, duke pranu haptas kështu e përsinë e forcës që ka ndërmjetësia këtij shenjtit, mi gjithë shenjtrit e tjerë pas Zojës bekume. Kujtojmë se pajtori i kishës universale nuk ka një shenjt tjetër përveç Shën Mikelit Kryengjill. Vetë kisha pra, Papa, deshi ta theksonte edhe më shumë forcën e ndërmjetësisë së këtij shenjti, Shën Jozefit. E këtë gjë deshi ta bante edhe Papa Gjon Pali II me nxitjen e tij apostolike Redemptoris Custos, për rojtari i Shelbusit, e vitin 1989, ku foli për rolin e pashoq pas Marisë, theksojmë që ka Shën Jozefi për historinë e shërbimit. Madje gjatë pontifikatit vet Papa i Shenjtë Gjon Pali II do të thoshte hapta se çdo ditë ia drejtonte Shën Jozefit në një lutje të shkurt. Çdo ditë i drejtonte në një lutje ndoshta në formë litanie të Shën Jozefit. Edhe Papa Francesco, kur u nxit në selinë e Shën Pietrit pra në vitin 2013,
shtoi emrin e Shën Jozefit në gjitha prefacionet e meshëve. Ishte vetëm te kanoni i parë, por shtoi në gjitha prefacionet e meshëve. Dhe me gjithë këtë dashuri të tij për këtë shenjë të përvojit, Papa e konkretizoi duke i dhuruar kishë vit të kushtuar krejt Shën Jozefit. Kështu edhe një herë Papa e ftoi kishën të ndalej më gjatë në meditim rreth misionit të Shën Jozefit dhe të kërkonte edhe më shumë ndërmjetësinë e tij prej Lartit. Me sa duket papët e shekujve të fundit e kishin gjithnjë e më shumë për zemër këtë shenjë të heshtur, e dashur. Sepse thuhet edhe diçka interesante, Papa Gjoni 23 e kishte kaq shumë për zemër Shën Jozefin saqë kur e patën zgjidhur Pap në 1958, pasi e kishte përfunduar pra zgjedhja, kishte pas atë idenë që të merrte emrin Jozef si Pap gjatë pontifikatit të tij, por duke qenë se nuk i përkiste traditës së kishës një emër i tillë, me sa duket nuk dim ta shpjegojmë krejt deri në fund, pra pse nuk u miratu, mund të themi, nga kardinali nuk ja këshillunin, sepse bëhet fjalë për një patriark edhe duhej të zgjidhte një emër tjetër praktikisht. Edhe zgjodhi emrin Gjoni 23 atëherë. Por tham, e kishte pas këtë dëshirë që quhej Jozef, kaq për shpirtëri të konkrete të dashur kishte ndaj Shën Jozefit. E për shpejtëria kishë, nga ana saj, kishte kohë që bante hapa edhe më të qartë në ndërimin ndaj Shën Jozefit. Sidomos në këtë nimoj ndërimi gjithnjë më i madh që ju kushtu familjes shenjtë të Nazaretit, ndërim që filloi të shtohej gjithnjë më shumë sidomos në shekulli 19. Duke filluar prej këtij shekulli në vazhdim, me dhjetra ishin kongregatat femërore mashkullore që zgjodhen pikërisht familjen shenjtë si model për familjet e tyre rregulltare. Ka shumë kongregata që praktikisht kanë këtë emër të familjes shenjtë. Aso kohën perëndim, kur filluan të shtoheshin kongregatat e tilla, aso kohë po fuqizoheshin në perëndim fakt disa ide masonike, shumë të dëmshme, që po ndikonin lundshëm në dëmtimin e shenjtërisë së familjes njerëzore. Edhe pikërisht në atë kohë në rand e tyne disa ligje që sot janë shumë të fuqishme, e këto ligje kishin për qëllim minosin e familjes tradicionale të krishterë. Ligjet si aborti, divorci, martesat e përstrituna, pra martesat homoseksuale, ligje të cilat sot janë bashkënda frikshëm nga pjesa më e madhe e botës perëndimore, e kishin pikërisht në atë periudhë rreth të tyre. Është interesante se si pra Shpirti i Shenjtë po shtyn të kishën që në këto rrethana të merrte si model për ta shpëtuar familjen, pikërisht familjen e shenjtë. E për të shpëtuar familjen, por për të shpëtuar edhe shumë shpirtra praktikisht, sepse bëhet fjalë për shpëtimin e shumë të shumë kujt që po dëmtohen në këtë formë. Madje disa kongregata zgjodhen të kishin shprehimisht emrin e Shën Jozefit dhe u vunë në mbrojtje të posaçme të këtij shenjti. Për shpirtëria e kishë pra, po i bante gjithnjë më shumë vend në gjirin e vet këtij shenjti të dashur dhe hierarkia kishtare mbështeste nga ana tjetër e pam këtë veprim të përshpirtërisë gjithnjë e më hapta se mbështeste. Por edhe hierarkia dhe përshpirtëria duket sikur kanë dashur të imitojnë hyjnat, sepse hyjnat duket sikur e ka dashur të afrojnë pranë vetes në gjirin e vet Shën Jozefin e t'i besojnë atij çka kishte më të çmueshme, birin e vet. Me dritën e Shpirtit Shenjtë, pastaj do të ndihmonte atë mshushëm Jozefi në një formë jashtëzakonisht veçantë që të bahej ndriçues besnik i natyrës njerëzore të Krishtit dhe të ishte përçues besnik i sakt i atësisë hyjnore. Gjithnjë në rritje pra ka qenë dashuria ndaj këtij shenjti në kishë, shenjti për vujt e shenjti heshtun. E kishte drejt një gazetar e shkrimtar i njohur italian, Vittorio Messori, që shkruante këto fjalë: të qëndruarit sin heshtje dhe dalja vetëm pak nga pak në skenë me kalimin e kohës duket sikur është pjesë e rolit të jashtëzakonshëm që historia e shëlbimit i ka rezervuar këtij njeriu. Më pëlqen ta lexoj edhe një herë këtë thënie shumë të bukur të Vittorio Messorit, që përmbledh me shumë dashamirësi krejt misionin e Shën Jozefit, të qëndruarit sin heshtje dhe dalja vetëm pak nga pak në skenë me kalimin e kohës duket sikur është pjesë e rolit të jashtëzakonshëm që historia e shëlbimit i ka rezervuar këtij shenjti. Në fakt, emri Jozef në hebrejisht do të thotë hyj shtoft, në kuptimin që shtoft në familje, hyj shtoft në familje. Dhe mund ta imagjinojmë pa frikë se sikurse ardha në botë çdo fëmijë lumturon një çift, ashtu ka lumturuar edhe prindtë e Shën Jozefit ardha në botë e tij. Dhe ato e pranuan këtë dhuratë të këtij fëmijët, pra që hyu ashtojnë familja ati qiftit dhe plot gëzim deshin ta simbolizonin gëzimin e tyre
me këtë emër, hyi ka shtu në familjen tonë. Patjetër që ishte emër që përdorej shumë në Izrael, emri Jozef, sidomos për shkak të rëndësisë së madhe që kishte patriarku i madh, pra Jozefi në Izrael, por më shumë duket sikur provania hyjnore ka dashur të shfrytëzojë gëzimin e prindve që t'i vënë këtë emër Jozef, pra hyi shtoft, sepse vetë ati jam shushën pas ka dashur ta shtonte më vonë në familjen e vet, ta afronte në mënyrë posaçme pra në familjen e vet, mund të themi kështu, këtë shenjë. Duke u bë Shën Jozefi kujdestari i Jezusit, e tham, hyi ati besojate që kishte më fort për zemër birin e vet. Edhe vet biri i hyit, aq shumë e përfshiu këtë njeri në familje, sa që pranoi të njëjë nga gjithë njerëzit e kohës si Jezusi biri i Jozefit. Do ta shohim më vonë, por Jezusi kështu thirrej nga gjithë, Jezusi biri i Jozefit. Nuk e kishte për turp të quajë ashtu biri i hyit, pra ka shumë desh ta shtojë edhe biri këtë njeri në familjen e vet. Dhe për të siguruar jetesën e përditshme, Jezusi mësoi prej tij mjeshtrinë e përvojë të zdrugtarit. Veç shpirti i shejt pastaj, në krijimtarinë e tij të pafundme, duhej t'i komunikonte gjithë një dritë Shën Jozefit përmes rrugëve të ndërlikuara të ndërgjegjës njerëzore për ta ndihmuar pa ja thyr lirinë personale që t'i hapej këtij misioni të vështirë që kishte Shën Jozefi, të vështirë dhe delikat. E kështu po shohim pra se Trinia e Shenjtë vendosi ta sillte në botë këtë njerëz tashmë u kthyme si pavuri tek zemra e ngjarjeve të historisë së shëlbimit. Aty ku ju kërku Shën Jozefi që t'ishte i pranishëm, aty ku ju kërku t'ishte i pranishëm si askush tjetër, pas zojës bekume, në pritjen e birit të hyjit që po vinte në botë. Në të vërtet, e tham, për biografinë e Shën Jozefit dim shumë pak. Duhet ta pranoj menjëherë, shumë pak gjana dim. Ajo që na thuhet nga disa burime tjera nuk duhet merret fort në konsiderat. Unë nxit flasin shumë pak, unë nxit zyrtar të kish. Ka disa dhëna tjera, por kisha kur nuk i ka pranuar. Për shembull janë disa ungjij apokrif, pra jo zyrtar, është një që quhet bile edhe historia e Jozefit zdrugtar, por daton në shekullin e 6 dhe nuk është marrë kur në konsiderat si një burim i besueshëm për kishën. E para nga që ata janë shkruar shumë shekuj më vonë. Dhe e dyta, nga që përmojnë kaq shumë fantazi, sa që kalojnë mësime gati heretike për kishën, edhe pagane, në krahasim me atë që kisha gjithnjë ka shpallë. E do ta shohim më vonë se sa seriozisht do ta marrim në këtë temë, sepse edhe kanë ndikuar dashje pa dashje në fantazinë popullore. Por prandaj puna e parë që etrit e kishës, pra e kam fjalën për fillimin e shekullit 3 deri ka shekulli i 5 dhe 6, pra këtë kohë janë etrit e kishës. Etrit e kishës, pothuajse shumica më e madhe prej tyre, pra do të sulmojnë menjëherë këtë pozicion që marrin ungjit apokrif. Dhe menjëherë dëshirojnë të argumentonin se ato ishin krijime letrare pa kurfar bazë teologjike për kishën. Dhe duhet të bazohemi tek ajo që thon ungjit kanonik. Jo, po është pak, s'ka problem. Ajo pak që është duhet të merret në konsiderat. Jo të shtojmë gjanat që gjoja mbushin pikpyetjet tona, boshllëqet tona që duhem t'i kuptojmë, por i mbushim gabim. Dhe u përpoqen të krijonin etikisht një imazh sa më real të këtij atit kujdestar të Jezusit. E këto, kjo pak, edhe pse pak, na bën të krijojmë një fytyrë të vërtet të Jozefit, shumë toksore, tamam ashtu si duhet, sepse në këtë tokë ka ardhur të kuptojmë aty misionin që Zoti i kishte besuar atij. Pra, gjëja e parë që nuk dim është se kur lindi. Nuk dim se çdo atë ka lind, sepse nuk interesonte fort në atë kohë kujt që të shkronin datëlindjet e tyre. Jozefi do të bëhej i famshëm më vonë për të krishterët, bile brezi i parë të krishterëve interesoi pak e shumë pak ndoshta për Jozefin, interesojnë vetëm për misterin pashnor. Por tham, nuk dihet kur lindi. Megjithatë dihet nga ungjit se kur vendosi që të martohej me një vajzë me emrin Mari, edhe pikërisht të falë kësaj martese mund të hamendësohet pak se kur mund të kenë lind Shën Jozefi. Është interesant se në shekullin e 6 ka ekzistuar një morg nga Roma me emrin Dionizi i vogël, zgjodhi të quhej i vogël edhe për të dalluar nga disa Dionisë të tjerë që ishin të mëdhenj, por edhe për përvojtrinë e tij, ishte morg pra dhe zgjodhi i vogël të shtonte emrin të vet Dionis. Por ka bërë një punë vërtet madhe, kolosale, edhe pse i vogël në përvojtrinë e tij. Është një punë monumentale sepse do të mbështeteshin me shekuj, vazhdojmë të mbështetemi edhe ne mjet punët e tij. Edhe pse tashmë brenda një shekulli krishterimi ishte besimi zyrtar i pranërisë romake, pra bëhet fjalë jemi në shekullin e 6 duke treguar për ngjarjet me Dionizin e vogël,
Askush ende nuk ishte ul që të llogariste vitin e saktë të lindjes së Jezusit. E bani Dionisi i vogël. E ju përkushtu shumë këtij studimit e doli në përfundimin se Jezusi kishte lind sipas tij pra në vitin 753 pas themelimit të Romës. 753. Me llogaritjen e këtij njeriu, edhe sot pothuajse gjithë bota numëron vitet dhe shekujt. Kaq. Megjithatë, janë disa biblistë dhe studiues të tjerë që kanë vënë se kishte ndonjë pasaktësi në llogaritjen e tij. Me gjithë respektin absolut, vazhdojmë të përdorim llogaritjet e Dionisit vogël edhe sot. Por po ti shohësh disa elemente që janë në ndjek, janë bazuar në disa dhëna jashtë biblike, kishte ndonjë pasaktësi. Patjetër Dionisi vunin në dispozicion ato mjete që kishte, në atë kohë nuk kishte patjetër internet dhe sigurimi i librave ishte një gjë jashtëzakonisht shumë e vështirë. Por biblistët janë të mendimit se Jezusi mund të kenë lind nga viti 7 deri në vitin 4 para vitit 0. Nuk duhet na shkanullojnë këto gjëra, absolutisht s'ka lidhje. Pra, nuk ka një datë më e shumë në viti 4 ndoshta para vitit 0, por nuk janë prapë të sigurt sepse thash mungojnë element për 100% i sigurt. E gjithë kjo na intereson ne këtu për të orientuar pak për kohën kur mund të kenë lind Jozefi. Kohë e cila mund të kenë qenë pra rreth vitit 30 para vitit 0, pak a shumë pra. Se si kjo mund të llogaritet do t'i kthehemi pak më vonë sepse edhe këtu ka diçka shumë interesante që duhet ta kemi parasysh. Por e lam të hapun këtë temë për ta zëruar më vonë në emisionet tona. Jozefi u feju me një vajzë me emrin Maria pra. Dhe sipas zakoneve të kohës në Izrael, është interesante të dim diçka që ndoshta ne shqiptarët, i pjesë e madhe të paktën, e kuptojmë më kollaj. Sepse martesa kishte dy faza. Dy faza që ishin shumë serioze. Unë gjejtë e quajnë fejes, ishte i fejuar, por në fakt bëhej fjalë për një mas ligjore që merri pra çifti, e zyrtarizonte edhe me ligj në Izrael fejesën e tyre, e cila ishte si martes, por patjetër plotësohej kur vinte faza e dytë, kur burri dhe gruaja fillonin të jetonin së bashkut. Edhe të ndahej nga Maria, siç do ta shohim menjëherë tani, ishte serioze të ndahej prej saj, sepse bëhej fjalë të ndahej nga bashkëshortja, pra ligjet e kohës paskën parashikuar pra se këtu ka një martesë, përveç rasteve shumë të rënda, nuk mund të ndaheshin kollaj. Edhe në rastet e rënda u paraqiten menjëherë në fakt, sepse Jozefi menjëherë mori vesh për shtatzanin e papritën të Marisë. Edhe këtë dim nga unë gjetë. Ishte ende pra faza e parë e martesës, kur ende nuk kishin filluar të jetonin së bashkut. Maria priste një fëmijë. Thot unë zgjidhi Shën Mateut, lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria nana e tij, pasi u feju me Jozefin, para se të banonin së bashku, u gjet shtatzan për vërtet të Shpirtit Shenjtë. Kac. E me të drejtë, unëzilltari fill sposton vëmendjen e tij tek turbullimi i Jozefit. Por gjithë këtë turbullim është shumë e bukur se si unëzilltari na e paraqet në një dritë të pazakontë, krejtësisht tre, sepse tregimin e tij e paraprind duke i njoftë Jozefit një vërtet teologjikisht shumë domethënëse, edhe këtij do t'i kthehemi. Thot për Shën Jozefin ishte njeri i drejtë. Thash do t'i kthehemi këtij përshkrimit shumë bukur që u nxjidhi ja një Jozefit, por nërkat shohim pasojat që ka kjo lloj drejtësie e Jozefit. Ishte njeri i drejtë dhe thot u nxjidhi. Tashti Jozefi i fejuari i saj që ishte tham pra dhe si i martuar. Pasi ishte njeri i drejtë, nuk donte ta çndronte botërisht, mendoi ta lshoj fshehtazi. Pasoja e drejtësisë ti, gjaja e parë që vendos të banë është që të mos i bëjnë keq. Sipas dëshimit të Jozefit, e fejuara e tij e dashton e kishte traktuar me një burr tjetër dhe kishte arsye që ta mendonte këtë gjë. Por duket sikur gjithë këtë dhimbje ai nuk e lejon që të prekin shpirtin e tij, virtytin e tij që e karakterizonte, drejtësinë. Dhe vret mendjen se si të gjejnë ndonjë rrugë dalje nga kjo situatë, pa e dëmtuar Marin. Mase duke thënë se mendoi ta lshoj fshehtazi, ungjilltari nën kupton se Jozefi mund të ketë menu që gjithsesi ta merrte në shtëpi dhe të gjente një pretekst për ta dëbu. Ekzistonin pretekstet e mundësit, pra patjetër për ligjet e kohës. Por pa e akuzu për tradhti bashkëshortore. Është një hipotezë patjetër, nuk e kemi askund në nxjerr një gjë të tillë. Por mund ta imagjinojmë sepse nuk kishte si ta lshonte tjetër. Nuk mund ta ndante
pa pas një akuzë shumë të rëndë ndaj saj. Dhe sikur akuza e rëndë të thuhej, Marinë e prisnin një zezat, sepse po i kthejmë një herë, i kemi edhe në Bestinë e Vjetër pasojat e ndarjeve të tilla. Prandaj donte ndoshta ta merrte me gjithë atë turbullinën e tij dhe ndjenjen e tradhtisë që kishte në shpirt dhe ta ndante mrapën, por thash është një hipotezë. Fakti është që nuk donte t'i bante keq. Nuk donte ta dëmtonte Marinë, e cila thamë me siguri do t'i ndollte pra dëmtimi, nëse diktoi shtatzania saj dhe Jozefi e akuzonte se nuk ishte fëmia e tij. Në fakt, sipas ligjit kohës, në raste të tilla për gruan parashikohej vrasja me gur. Patjetër do ta keni dëgjuar edhe në homilite shumë meshtarëve se si Marinë priste një vrasje e sigurt nëse Jozefi e akuzonte për një gjatë tillë. Thot në fakt libri i ligjit të përtrim këto fjalë. Nëse një vajzë e virgjër e fejuar për një burr e gjen dikush në qytet dhe flemet të, çoni të dy te dera e atij qyteti dhe vritini me gur derisa të vdesin. Pra tradhtia edhe gjatë fejesës, pra tradhtia dënohej me vdekje. Ashtë në vërtetë se në këtë rast Jozefi nuk kishte dëshmitar okular të tradhtisë, edhe kjo ishte një element që e shqetësonte patjetër, pra e frenonte, por kishte përballë faktin e krym të shtatzanisë së Marisë. Por Jozefi nuk donte pra ta dëmtonte Marinë gjithsesi. Sa interesante kjo sjellje e tij, prandaj tham po ndalemi tek pasojat e drejtësisë së Jozefit. Pikërisht nga që ishte njëri i drejtë, nuk kishte ndërmend të hakmerri për tradhtinë që e mendonte si fakt të krym. Ndërkohë që janë shumë kultura, edhe kultura jonë, ku pikërisht një tradhti e tillë bëhet shkaku i poshtrimeve të pafundme për palën tradhtuese. Duhet ta verifikoj edhe këtu si meshtar që nga afër nganjëherë ka qellu ti më afër ndërgjegjeve të njerëzve. Pikërisht tradhtin e palës tjetër e marrin si pretekst për ballet ato vetë shumë tradhti të tjera. Edhe justifikojnë me këtë tradhti. Pra Jozefi as nuk i shkon mend asnjë anë ta poshnojnë Marinë, as ana tjetër. Pra të vazhdojnë edhe vetë të tradhtojnë. Sa shumë kemi për të mësuar nga kjo gjaktësi e madhe e Jozefit, por jo një gjaktësi që bazohet në maturinë thjesht njerëzore, por në një drejtësi thame që merr një përmas krejt tjetër. Nuk bazohet tek hakmarrja, as nuk bazohet tek krenaria. Sa shumë janë për shembull ato që poshtrojnë palën tradhtuese, nganjëherë edhe shpifin, me thënë drejtën, kur nuk e arrin qëllimet e tyre. Por ta marrim si fakt të krym, nuk kursehen me gojën e tyre shumë punëtore ndërthojëse në këtë rast, por shumë të nyt, mund të themi që të hedhin balë me palën tjetër. Gabim, patjetër gabim, që kanë ultradhtia, patjetër gabim, por thash sa shumë justifikojnë ndërgjegjen e tyre ato që janë tradhtuar me idenë se unë jam njëri i drejtë edhe nuk i duroj këto gjëra. Jozefi pikërisht se ishte njëri i drejtë, shqyrtonte si të vepronte, shqyrtonte edhe fort bile. Edhe bazoi edhe më shumë në Zotin, sepse drejtësia e tij bazoi në fakt diku tjetër, tek Zoti. Është një psalm, Psalmi 92, që thot: I drejti lulëzon si palma, rritet por si cedri i Libanit. E vazhdon më poshtë për të shpallur se Zoti është i drejtë. Pra, i drejti lulëzon si palma, rritet si cedri i Libanit, për çfarë? Për të shpallur se Zoti është i drejtë. Jozefi me drejtsinë e tij dëshiron që më njëherë të na hedhë shikimin te Zoti, të na hedhën prehrin e Zotit, e të shohim se çfarë është kjo drejtësi. E i drejti pas ka këtë mision fisnik në Izrael, që të shpallë me jetën e tij se Zoti është i drejtë. E Jozefi mishron të kështu në vetvete njeriun që mas miri pas Marisë i përngjan drejtësisë së hyjit, që është shfaq kjo drejtësi e Zotit pra mi popullin e Izraelit. Jozefi e Maria në fakt janë fryti më i mirë i këtij popullit të zgjedhën. Kulminon kjo drejtësi e popullit të Izraelit e bazuar me drejtsinë e Zotit kulminon në Jozefin e në Marinë. E si ishte drejtësia e Zotit në Izraelit? Ishte plot me vepra të mira, shërbim prurës ndaj këtij popullit, edhe pse vazhdimisht populli rebelohej ndaj hyjit vet dhe i harronte mrekullitë e shumta që Zoti bante. Mëshira e Zotit edhe drejtësia e tij shkonin gjithmonë për krah njëra tjetrës në historinë e shërbimit pra në Izrael. Për një arsye të logjikshme, Zoti gjithmonë nuk e shihte si të drejtë të mos ishte i mëshirshëm. Ishte e drejtë që të ishte i mëshirshëm me këtë popull, sepse është popull i brisht, edhe është e drejtë që të jemi mëshirshëm. Është një tekst shumë i bukur, poetik, por për te poezisë është shumë domethënës për teologjinë e hebraizmit. E kemi në Besinë e Vjetër, është libri i Ozeas, ku shohim se si kjo drejtësi dhe mëshira e Zotit shkonin për krah njëra tjetrës. Edhe aty në fakt Zoti shfaqet me gjithë dhimbjen e tij si një bashkëshort i tradhtuar. Thot Zoti:
Është I gatshëm populli im të mkatoj kundër meje. Si të hecë dorë prej teje, Efraim, të dërzoj ty, o Izrael. Zemra ime në mua përmallohet, në brendin time flakësh ndezur dhima. S'do ta shfryj zemrimin tim, nuk do të kthehem tash përndaj Efraimin, sepse hyj jam e jo njeri, shenjtin mesin tan, s'do të vi me të merr. Pra, jam hyj e jo njeri, në kulmin e dhimës time, pra, flakësh ndezur dhima, thot, Zoti vendos të veproj si hyj, jo si njeri. Veproj të mos ecë dorë nga mshira e tij, që është tipike hyjnore, pra. E tham, pra, pikërisht merrje priste Marin, sikur Jozefi kishte vendos të mos kishte këtë frym hyjnore në vetvete, sikur kishte vendos të hakmerrë kundër saj, sepse askush nuk mund ta shpëtonte më nga vrasja me gur. Ishte e sigurt. Në atë rast mund ta imagjinojmë Marin, mund ta imagjinojmë pa frikë se po fantazojmë tepër. Në bisedat e saj me Jozefin, që në jetë krejtë vogël, krejtë pa fuqishme, krejtë pa mbrojtën, gjithë shka, e dinte se varej nga mënyra se si do të reagonte Jozefi. Patjetër Maria ishte lëshuar dorën e Zotit në një formë të pashoqe, I dinte gjitha pasojat, por si mund ta dinte se si mund të reagojnë I fëmijë I saj. Edhe e mirë kuptonte absolutisht edhe vështirësinë e tij. Por Jozefi në shpirtin e tij me veprat e tija, duket sikur zgjolli të bante përballë Marisë, që varej e gjitha prej tij, të bante si Zoti, që I thoshte Izraelit, si të dorëzoj ty, o Izrael. Edhe duket sikur edhe Jozefi ka dhimbje për Marinë, thotë si të dorëzoj ty, Mari, pra në duart e vrasësve. Jozefi tregon se ka një zemër shumë të gjanë. E në lidhje me zemrën e Jozefit, në fakt është fol shumë në për shpirtrin e kist. Është fol shumë edhe është krahasu ndoshta me pak tepëri, por zemra pa përlyer e Marisë me zemrën e pastër pa përlyer me të Jozefit, ndoshta me pak tepëri, sepse zemra pa përlyer e Marisë ka një përcaktim shumë preciz. Zoja nuk ka pa asnjë mëkat në këtë jetë, nuk kishte as mëkatin e rrjedhshëm dhe do t'i kthehemi kësaj pjeset, por nuk kishte as mëkate gjatë jetës, gjatë që te rasti i Jozefit, pak më ndryshe, Jozefi kishte mëkatin e rrjedhshëm, por nuk kishte të njëjtin familiaritet me hirin e hyjt siç e kishte Maria, që nga engjëlli dhe Gabriel e dim, quhet hir plotë, kur I shfaqet dhe I thotë të falem o hir plotë. Por kanë të drejtë deri dikon, sepse Jozefi dëshmon se ka një zemër shumë ndryshe, një zemër shumë të madhe, që I përngjan pra fuqishëm zemrës së Zotit. E si këto dy zemra të pastër nuk kishte asnjë zemër tjetër në Izrael, që e përçonte kaq bukur për madhimin e Zotit, dashurinë e Zotit për popullin e tij. Thoshte Zoti, pra zemra ime në mua përmallohet. Në fakt Zoti nuk kishte një zemër ende, por kishte filluar të rrajë në krahënorin e Marisë, por bota ende nuk e dinte. Dhe Jozefi me Marinë zgjedhin të ngjajnë, marrin, mësojnë për kësaj zemre, e shprejon në formë simbolike në besimin e vjetër për kësaj zemre të hyjit, për të prit zemrën njerëzore të personit hyjnor që kishte filluar të rrahën në mesin e popullit të Izraelit, në mesin e xhirit të gjithë botës. Zemra Jozefit dhe zemra Marisë me drejt kishin filluar të ishin konkretisht në këtë botë të prekshme, mund të themi konkretizim më sakt I asaj zemërgjansie të Zotit. Zemërgjansia e Jozefit shpëtoi, mund të themi, Marinë. Jozefi kishte hyrë vetvete dhe aty plot përvojtëri u përball me zemrën e tij. Ne do të thojmë sot me ndërgjegjen e tij dhe nuk donte ndërgjegjen e tij që të bëhej shkak vujtjesh e dhimbjesh për Marinë. Në këtë pikë ku po flasim për zemër e për përvojtni, për ndërgjegje, është një prej etërve të shkretinës, mes shekujve të dytë dhe të katërt kanë jetuar këto etër të shkretinës, e njëri prej tyre Abba Pambo thoshte: nëse ke një zemër, atëherë do të mund të shëlbohesh. Nëse ke një zemër, atëherë do të mund të shëlbohesh. Pra, kur jemi të aftë të hyjmë vetvete. Kurse I madhi Shën Antoni Abat në një vekim të tij, gjithmonë ka po vështirë ky vekim, sepse thotë se pa një herë se gjithë toka ishte mush me kurthe të djallit. Dhe ai në dhimbjen e tij çau edhe ju drejtu Zotit: o Zote, kush mund të shpëtojnë pra atëherë? Një zan thot mu përgjigj: përvojtëria. Përvojtëria mund të na shpëtojnë. Pra kurthet e djallit që janë këtë botë, ne mund t'i shmangim nëpërmjet përvojtërisë. Jozefi kishte hyrë në zemrën e vet, kishte zgjedhur të përngjajë zemrën së Zotit, por kjo hyrje në vetvete në ndërgjegje kërkon patjetër virtytin e madh të përvojtërisë, jo të krenarisë.
dhe përvujtëria na shpëton. Po ta mendosh, krenaria është mëkati i djallit, i vetmi mëkat që bani dhe i mjaftoi që të humbë shëlbimin. E përvujtëria është ajo që Jezusi do të na mësojnë, që është virtyti që na ndihmon të ikim leceve të djallit. Pra Shën Antoni Abad thot, pra vetmja mundësi për të ikë, thot, kurtheve, leceve të mëdha që pashë djalli kishte hapur në botë për të bërë njerëzit të mëkatnojnë, ishte përvujtëria. Jozefi, pra, fal zemrës dhe fal përvujtërisë së vet, shpëtoi nga mëkati i dyfisht që mund të bante ai vet, mi Marin e mi Jezusin, të dy të pafajshëm, dhe që mund të shtynte të banin edhe të tjerë. Pra, sikur Jozefit kishte zgjallë, të mos hynte në vetvete dhe të mos kishte përvujtërinë, por krenarin, edhe të tjerë do të kishin shfry atë egoizmin e tyre duke vrarë të dy, Jezusin dhe Marin, të dy të pafajshëm. Sa shumë do të na ndihmonte edhe ne një zemër e tillë, një ndërgjegjje e tillë. E mbrojtun nga ilaçi i pashë përvujtërisë, si thamë, pra një ndërgjegje me e shoqëruar me përvujtëri. Sa shpesh ne ngutemi në jetë e nuk e pyesim zemrën tonë, ndërgjegjen tonë. E nuk e pyesim me përvujtëri kur e pyesim, po e pyesim me krenari. Sa të lashet ja hapim vetes edhe të tjerëve, vetëm nga që nuk dim të nalemi nga njëherë në jetë, e të hymë vetvete. Na mungon nga njëherë feja gjallë, që na nxit të kemi guximin të vihemi përballë hyjit, me krejt gjendjen tonë shpirtërore, të vështirë ose të harreshme, e të lejojmë që të udhëhiqemi atje nga dashuria që Zoti na mëson. Pse u dashkan që ne të harrojmë të nalemi me përvujtëri, të mendojmë gjitha opsionet e jetës, të gjitha mundësitë e reagimeve që mund të kemi, e pse duhet të bazohemi vetëm tek krenaria. Nuk do të harrojmë se në mbrëmsinë e ndërgjegjes njerëzore, Shpirti i Shenjtë vazhdimisht na flet nëse nalemi për ta dëgjuar. Shpirti i Shenjtë vazhdimisht na flet nëse nalemi, nëse i mprehim dëgjimin tonë. Në Koncilin e Dytë Vatikanit kanë botu shumë tekste, shumë të rëndësishme, po është edhe kushtetuta baritore Gaudium et Spes, që thot këto fjalë vërtet shumë të bukura, që e përmbledh gjithat që po përpiqem të shpreh në këto momente. Thot kushtetuta baritore, pra Gaudium et Spes, në thellësinë e ndërgjegjes së tij njeriu zbulon një listë të cilin ai nuk ja ka lënë vetvetes, por të cilit përkundrazi duhet i bindet. Ky zot që e thret gjithnjë për të dashur, për të bërë mirë e për të shmangë të keqen në çastin e duhur, i jehon në thellësinë e zemrës, bën këtë, shmangat tjetrën. Njeriu në fakt ka një listë të shkruar nga hyjja në zemrën e tij, të bindet as vetë dinjiteti i njeriu dhe sipas kësaj ai do të gjykohet. Ndërgjegja është thelbi më i fshehur i njeriu dhe shenjtrori i atij, aty ku ai e gjen veten vetëm për vetëm me hyjin, zëri të cilit i jehon në thellësinë e tij. Nëpërmjet ndërgjegjes bëhet i njohur në mënyrë të mrekullueshme ai ligj që e gjen plotësinë e vet në dashurinë ndaj hyjit dhe ndaj të afërmit. E aty Jozefi një ligjin e mrekullueshëm pra të dashurisë ndaj hyjit dhe ndaj të afërmit, e kush ishte më i afërm se Maria me Jezusin që tashmë kishte në krahëror. Në ndërgjegjen e njeriu mund të flas pra zani hyjit. Papa Benedikti i 16 e shpjegonte kështu me autoritetin e tij prej teologut edhe udhëheqës fetar këto fjalë të koncilit. Thoshte Shpirti i Shenjtë është udhëheqësi më i madh i njeriu, drita e shpirtit njerëzor. Shpirti i Shenjtë është udhëheqësi më i madh i njeriu, drita e shpirtit njerëzor. Shën Jozefi nuk dinte ta përkufizonte ndoshta kështu, por po udhëhiqej nga drita e Shpirtit të Shenjtë. Është një shenjtë shumë i dashur, Shën Gjon Maria Vianney, i cili me stilin e tij shumë popullor edhe me bagazhin e tij vërtet kolosal nga ana mistike, thoshte: ata që janë të udhëhequr nga Shpirti i Shenjtë kanë ide të drejta. Kjo shpjegon arsyen pse shumë njerëz që mbahen nga të tjerë si të paditur, pra si ignorant, janë më të mençur se shumë të tjerë që kanë gjithë atë shkollë. Shumë njerëz që mbahen nga të tjerë, pra si të paditur e ignorant, janë më të mençur se shumë tjerë që kanë gjithë atë shkollë. Pse? Se nuk pyesin pra Shpirtin e Shenjtë që mund t'i udhëzojnë. Për këtë takim po i afrohemi fundit, por kështu shohim se si Shën Jozefi po i afroi fuqishëm udhëheqjes së Shpirtit të Shenjtë. Për këtë udhëheqje kishte fjalën Jezusi kur do të shpjegonte në takimin e tij me Nikodemin për shembull, do t'i shpjegonte se si vepron Shpirti i Shenjtë. Thot Jezusi: "Era fryn në drejtim që don. Ja dëgjon ushtimin e nuk di nga vjen e ka shkon. Kështu ndodh edhe me secilin që lind prej Shpirtit." Pra, kishte lind prej Shpirtit të Shenjtë Jozefi në këtë përballje të tij në ndërgjegjen e vet, e aty përballet edhe me zanin e Shpirtit të Shenjtë. Nuk din ta kuptojnë se nga i vijnë këto frymëzime, por si Jezusi do pra si era që nuk dim nga vjen e nga shkon, por në fakt të ban të lindesh për një jetë
të re. Edhe vetë Shën Pali do të thoshte krishterëve se Shpirti i Shenjtë që na udhëheq. Thot Shën Pali, e përfundoi me fjalët e Shën Palit. Bijtë e hyjt janë ata të cilët i udhëheq Shpirti i Shenjtë. Ju, i thot pra të krishterëve të Romës, ju keni marrë shpirtin që ju bën bijtë e adoptimit, në saj të cilit ne thrasim Abba, Oat. Shën Jozefi patjetër nuk dinte ta formulonte kështu, por ai patjetër tashmë ishte baj krishterë në kuptimin e plot të fjalës. Dhe me në mesin e Shën Jozefit të marrim në fund të emisionit tani edhe bekimin e Zotit. Ju bekoft, hyj gjithë pushtetshëm, Ati, e Biri, e Shpirti i Shenjtë. Amen.